kësaj herë do të ndalemi tek arsimi pasi rezultatet e maturës të 3 provimeve nga 4 kanë dalë pikërisht për këtë, por dhe çfarë duhet të kemë parasysh maturantët por të zgjedhur degët për në universitet, do të na i tregoj Ana Lazo, ekspert arsimit, të cilën unë e kam në studio. Faleminderit, është kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi gjithashtu. Ana, do doja në fakt të dija se si keni parë rezultatet, të ndalemi tek e matematikës, do me thënë. Po. Kemi një kalueshmëri për të përmendur 97.43%, nota mesatare matematikës është 6.74%, si tregohet nivelin zënësve me këto rezultate? Në fakt, këtë vit, për të thënë të vërtetën, janë pak më të larta se sa vitet e kaluar rezultatet, jo vetëm të matematikës, por edhe të gjuhës së huaj dhe gjuhës shqipe, por gjithsesi, duke nisur nga nota mesatare dhe nga kalueshmëria, sigurisht që nuk është një rezultat i kënaqshëm, por unë do doja të thoja edhe këtë gjë tjetër që pak a shumë duke qenë se është një lëndë pak më e vështirë, ndoshta përgatitja duhet të jetë më e madhe nga maturantët dhe gjithashtu edhe prirjet që këta ka në lëndën e matematikës, qalojnë në disa maturantë dhe kjo ndikon sigurisht në rezultate më të ulta. Duke qenë se ka dhe një pjesë që duhet të jesh pak më vigjilent, pra ndoshta duhet kesh një prirje të veçantë drejt kësaj lënde, atëherë kjo tregon pra që rezultatet nuk janë shumë të kënaqshme.